emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Përshëndetje, gjithmonë e më rrallë ndodh që do të takosh në këtë qytet njerëz si Mentor Zeqa që i gëzohen suksesit të tjetrit si dhe suksesit vet. Ndoshta kjo është arsyeja pse ne ishim bërë miq pa u takuar për herë të parë fizikisht. Shumë faleminderit që më ke zbukuruar pjacën sot. Shumë faleminderit për ftesën, edhe ndihem sot shumë më mirë se çdo herë tjetër që kam marrë pjesë ndoshta në një media, i ftuar ose në një podcast, dhe arsyeja i ti Fred Peza, sepse unë në fshehtësinë që ti nuk e di, kam qenë një adhurues i medias ku ju punonit, atë që drejtoje ti emisionin dhe ishte e jashtëzakonshme gjithë mënyra e drejtimit dhe thosha sa me fatin ata që e kanë mundësinë të intervistohen nga një gazetar dok, siç je ti. Kështu që shumë faleminderit për ftesën dhe e vlerësoj jashmase. Faleminderit ty. Do doja që këtë intervistë ta bënim për te asaj mantelit të doktorit, të CEO-s, të doja Mentor Zeqin e vërtet. Më edhe mua faktikisht sepse ndihem më mirë si mentor, si një drejtues, ndoshta një aktiviteti biznes, sepse në fund fare është shërbim, por edhe njerëzit ushqehen nga ky aktivitet. Nuk kemi. Kush është Mentor Zeqa nëse i heq gjithë to gradat, gjithë to titujt, gjithë to etiketime? Në aspektin personal, ndoshta Mentor Zeqa është një djalë i rritur nga dy prind shumë të mirë, dy prind që më kanë mësuar dashurinë për njerëzit, dashurinë për familjen. Jam rritur mes 3 vajzave në shtëpi, pra 3 femrave, mamaja dhe 2 motrat e mia. Babai ishte ai që udhëhiqte shtëpinë, familjen. Fati më ka pleksu që të kem të njëjtën situatë, kam edhe unë bashortën dhe 2 vajzat. Mentori është një djalë që ka janë mrekullueshëm dhe ke gjithë botën. Po, është vërtet. Ajo është kënaqësia ime dhe pasuria më e madhe që çdo kush mund të gëzojë nëse i ka ato të shëndetshme. Dhe për fatin e mirë, ne i kemi të shëndetshme ato. Ka gjithmonë në jetë një moment ku merret një vendim i cili e ndryshon të gjithë rrjedhën e saj. Kush është ai për ty? Ka qenë ndoshta vendimarrja për të kthyer në Shqipëri. Dëgjohet pak klishe kjo sepse ka shumë njerëz që për vite të tëra më kanë pyetur pse ke ardhur, si e kthyer. Përgjigjja më ka qenë gjithmonë me një herë pse kam ndegja gjatë, pse s'jam kthyer më përpara. Dhe këtë duhet të inkurajojë të gjithë ata që ndoshta e mendojnë Shqipërinë, vendin e tyre dhe tonë, si një mundësi me një vend me mundësi dhe oportunitete të jashtëzakonshme. Nëse dikush është i Zoti, ai bën punë kudo dhe çan në gjithë botën, edhe aq më shumë në vendin tënd. Kështu që kthimi në Shqipëri ka qenë vendimarrja më e durë që kam bërë ndonjëherë, sepse lidhet gjithashtu edhe me hapjen e aktivitetit të biznesit, lidhet gjithashtu edhe me konsolidimin e familjes time këtu, shkollimi i vajzave etj. Çfarë ka sjell suksesin tënd? Puna, fati, vizioni? Unë them që jo timi, por të asnjërit fati mund të sjellë deri në një shkallë caktuar, por nuk të mban gjatë. Mendoj që vizioni është gjëja kryesore, pra ti duhet të kesh një motiv dhe një projekt të mirë definuar në kokë, projekt të cilit ti duhet të qëndrosh gjithmonë pas, me konsekuencë, persistencë të jashtëzakonshme, sepse jeta, natyra mbi të gjitha, na ka treguar që këmbgulja është ajo që ujin e bën të çaj shkëmbi, nuk është forca që uji ushtron mbi shkëmb. Edhe kjo gjë e bën një biznes, një aktivitet ose çfarë do lloj qofte ajo të suksesshëm. Është një shprehje që thotë herë ose vonë secilit fati i troket në derë, por jo të gjithë ja hapin se ai vjen i veshur me rroba pune. Kjo është vërtet. Faktikisht, unë kam një mendim timin për sa i përket lidhjes me besimin që njerëzit kanë, ose besimin në Zot. Zoti të jep flet me shenja dhe me numerik. Shenjat që të jep Zoti, një djalë ose njeri i vëmendshëm duhet t'i ndjekë ato
Dhe nëse ti ndjek shenjat, suksesi është pas teje. Pra, shenjat janë të shumta në jetë, njerëzit që i vërejnë këto, dinë ta kuptojnë se kush ka qenë një shenjë ose një sinjal i mirë për ta ndjekur, për ta kapur, për ta gjurmuar atë dhe për të bërë suksesshëm. Psikoanaliza, Freudi, teoritë të tjera, shprehen që gjurmët e fëmijërisë janë ato që e shoqërojnë njeriu përgjatë jetës, dhe unë edhe i besoj, por edhe nuk është se i kam besuar 100% kësaj teorie. Por gjithsesi, një pyetje që kam dashur ta bëj gjithmonë dhe nuk e di pse s'ta kam bërë kur kemi qenë bashkë. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ka qenë, ne kemi qenë të varfër, si të gjithë, por kemi qenë shumë të lumtur. Kemi pasur një familje shumë të bashkuar, kemi pasur njerëz të cilët pafundësisht vizitonin, kemi qenë një derë e madhe, një derë e hapur. Kam pas prind që i shifshim që i respektonin njerëzit që vinin, pa dallim të profilit punës që ata kishin, nëse ishin mjek, pedagog, kryenxhinier që kishin baballar, babi im miq, dhe kjo ishte një nga gjërat që ngrohtësia familjare. Pastaj ishim të detyruar në një formë që një tjetër që të ishim më të mirët dhe i matë, më thoshte që jeta i përngjan një piste veprimi, fiton ai që arrin i pari në finish, ndërsa i dyti është humsi më i mirë, i treti është humsi i dytë më i mirë, e kështu me radhë, pra fitues ka vetëm një. Me këtë gjë, na ka ndikuar dhe injektuar që të jemi gjithmonë në anën fituese, që të bëjmë gjithmonë maksimumin dhe kjo të çon gjithmonë drejt suksesit, sepse aso kohë, ju e dini, e marrni mend, e drejta e studimit ishte shumë e kufizuar, vetëm një nivel shumë i pakët dhe i caktuar e njerëzve, edhe ata që ishin me dhjeta, shkonin në universitet, dhe presioni për të qenë gjithmonë on the top, më të mirin ishte i detyruar edhe nga kushtet. Edhe familja të shtynte, por edhe perspektiva jote ishte që ti me patjetër duhet të merr një shkollim, sepse vetëm ky shkollim aso kohë ishte mundësia e vetme për të pasur një karrierë më të mirë në atëherë s'kishte biznes, por që karrierë më të mirë në jetën tënde për të ndërtuar ndoshta edhe shoqëri ose e thot Obama, shkolla e lartë është rruga më e shkurtër për të ngjitur në shtresën e mesme. Po, kjo është e vërtetë. Aso kohë shtresa e mesme ishte e vetmja shtresë që ekzistonte, sepse e lartën ishte vështirë, ishte vetëm loja politike, bloku, dhe pjesa tjetër pastaj ishte klasa punëtore që ishte masa e madhe. Dhe ajo sigurisht që na ka ndjekur, na ka shoqëruar, por edhe na shënjoi që të ngjiteshim. Kjo është vërtet. Aq sa mundëm lart. Me që pyetet çfarë shoqëroi, çfarë shënjësoi fëmijërinë, fëmia ishte pikërisht nga dashuria rrethuar dhe nga këto gjërat që por për jetën dhe për paran. Çfarë ju mësoi familja? Baba im ka thënë gjithmonë që paraja nuk na takon ne, takon Zotit. Neve vetëm jemi në përdorim të paras, vim vetëm dhe lejmë gjithçka këtu. Kjo që ne lutojmë, një të ardhme do banojnë të tjerë njerëz, pronat tona do t'i gëzojnë të tjerë njerëz, kështu që pavarësisht se ne kemi dashur të bëhemi të suksesshëm, nuk ka qenë paraja e rëndësishme për suksesi që arrihet, dhe paraja e shumt ose fitimet më të mëdha përfaqësojnë ose justifikojnë suksesin tënd më të madh. Pra kur ti je më i pasur dhe kam parasysh gjithë ata njerëzit që janë shumë të pasur këtu, janë pikërisht për arsye se ata shtyn veten drejt sukseseve të reja dhe drejt po themi egos për të qenë, sepse ata e masin me paranë, dhe kjo është sa më shumë para, aq më suksesshëm jam. Siç thonë dhe librat e shenjtë, Kurani më duket, po, që në fund të fundit njeriu e ngopin vetëm 2 metrat edhe 2 metrat dhe gjithmonë i mat thoshte që neve rrugtojmë dhe vetëm e përdorim paran. Zoti nuk ta jep ta marrësh me vete, s'ka marr asnjë faron, asnjë monedhë me vete, i kanë lënë gjitha këtu, edhe ne i dashur Fredi këtu kemi lënë gjitha, kështu që do ta kemi parasysh këtë gjë, por njerëzit këtë e kuptojnë më mirë kur shkojnë her pas here tek të dashurit e tyre në Varreza. Po, sot kam qenë. Dhe duhet të shkojnë më shpesh atje. Sot isha atje. Dhe është moment reflektimi gjithmonë.
kur dhe pse vendosi që të bëhet diçka tënde? Mendoj Në që kuptimin e biznesit. po, mendoj që nuk mund bëja dot diçka tjetër për të tjerët, sepse mendova që gjitha të pasuri mendore ose aftësi profesionale do të ishte më mirë ta veja në funksion të vetes time dhe të familjes time, duke qenë se edhe bashortja ime është në një të njëjtën fushë. Mendova që dy forca ishte më mirë se një dhe suksesi ishte më i mundshëm në ato mënyra që i mendonim neve duke qenë bashkë dhe faktikisht edhe sot bashortja është motori i kompanisë. Je me fat. Jam me shumë fat, po. Por dështimi jot i parë, kush ka qenë? Sepse nga sukseset kuptohet njeriu nuk është se mëson shumë, po nga dështime mëson Shiko, shumë unë dhe nuk shumë. kam një dështim të parë, unë kam disa dështime. Sepse dështimet janë një shkollë në vete, është universitet në vete, që më ishte thojnë lergelt, ti do të paguash lekët për aftësimin tënd dhe me anë të dështimeve ti formzohesh. Dhe e rëndësishme është që ato gabime që ke bërë, që ty të kanë kushtuar mos të ribësh për së dyti, sepse aty pastaj tregon Si thoshte Patos Nano, ora që ta gaboj, po puna është që unë s'do bëj 2 herë të njëjtin gabim. është e vërtet, dhe ai që nuk e bën këtë, tregon një rrugë suksesi sepse gjithmonë gabimet vinë dhe minimizohen dhe pastaj shkolla që i ka bërë nëpërmjet gabime, por thash, nuk dua të cilësoj një dështim, sepse ka më shumë se sa një, por kanë qenë i përkasin kohës para shumë viteve. Po ai momenti ka ardhur tek ti kur mendova që mora fund. Po, patjetër. Ka Si qenë ishte shumë i frikshëm faktikisht, sepse ku erdhi një moment i tillë, kisha edhe sa shumë ndodhen disa gjëra, keq kalkulime etj. Mendova se kaq ishte. Dhe duke qenë se kisha edhe 2 fëmijë, aso kohë ishin shumë të vegjël, vajzat. Nuk po qaja hallin vetëm se si të shkonte puna ime, por përgjegjësia që merr një prind i mirë, kashi edhe fëmijëve, dhe e kalova duke pasur mbështetje shumë të mirë dhe të madhe të një miku tim, të jashtëzakonshëm, që nuk e harroj kurrë. Më gjend shumë afër, më mbështeti, më dha dorën, qëndroj aty për 11 muaj që unë kam pasur këto problematikat dhe derisa gjërat u rregulluan. Sot akoma ne jemi shumë miq të mirë, edhe këtë ringritjen, po e themi, ja dedikoj edhe atit. Miq të mirë duhen gjithmonë në ditë vështirë. Njerëz të tillë janë gjithmonë më të rrallë, po kush ka fatin të ketë pranë, do t'i bëj monument. Unë monumentin ja bëj duke ja trashëguar respektin që ne kemi Monument për në atë. zemër, në Fëmijëve shpirt. të mi, Në mirënjohje. ja kemi thënë në mirënjohje të jashtëzakonshme. Personin fjalë është një njerëz që edhe juve e njihni, dhe dua të them që jam shumë kënaqur që e kam mik, edhe më ka qëndruar pranë. Është e vështirë sot të gjesh njerëz që të qëndrojnë pranë pa asnjë lloj interesi, fare absolutisht, Do sepse të bësh dhe ti, në atë moment që unë isha do të bësh dhe ti për dikë tjetër. Unë kam bërë edhe do vazhdoj të bëj. Edhe bëj edhe pa e treguar dikujt, edhe Ajo ka vlerë. ashtu, dhe pa e përmendur, kuptohet, edhe pa i rënë sy atij që shiko çat kam bërë. Fare, absolutisht. Bides, shoqërohem të kundërtën, unë s'kam bërë asgjë, edhe ose i them që të njëjtën gjë do bëj edhe për mua që ndihet çik më mirë. Po. Edhe Po si puna e asaj familjes pasur që çonte fëmijën ke komshia e varfër, ti lypte krip dhe i thot mama e thot po çnet, i thot që s'kemi krip. Që ato vinë lypin gjithmonë thot, ne të bëjmë sikur kemi edhe ne nevojë për ata. po patjetër. Patjetër. Dhe Ton si, sens kjo. si lindi Dental Med Austria? Po lindi si ndoshta një nevojë për t'i dhënë ndoshta edhe tregut shqiptar një cilësi tjetër, një këndvështrim ndryshe për dentistrin, për t'i dhënë mundësira dhe për të bërë rritje dhe të gjithë stafit i cili dëshironte të kishte më shumë touch professional,
në atë që do bënte. Ne fillimisht kemi qenë të vegjël shumë, kemi filluar punë me një poltron funksional, pastaj nga dalë kemi 3-4 veta, pastaj nga dalë u ritëm saj të punës pa lodhur, u ritëm saj të përkujdesis ndaj të gjithë spektrit të nevojshëm për të qenë i suksesshëm në dentistri. Janë shumë faktorë që nuk mund të veçosh asnjë nga ato faktorë për të qenë i suksesshëm. Nëse neglizhon një nga ato, atëherë diçka nuk të shkojë. Janë ingredientët, përfshihen materialet që duhet të përzidhen më të mirat, pra duhet bësh një research të thuash tregu botëror. Çfarë ofron kjo implantet? Kush janë implantet më të mira? Edhe duhet nuk përmend emra, por thua 1, 2, 3. Ato do të marrësh. Kush janë kompozitët më të mirë që do të përdorësh për të bërë? Kush janë materialet për të bërë një zirkon, punim estetik, për të marrë IMAX ose diçka tjetër. Por gjitha këto duan dhe sa pajisje të mira, po dhe pajisje duan profesionistë mirë që të drejtojnë, pra asnjëra nuk bën patjetrën. Një profesionist i mirë, një kuzhinier i mirë, pa bazën materiale nuk ka të gatuan mirë. Ndërkohë që nëse i ka të gjitha kushtet, ka dhe disa furra të mira, po e bëj krahasimin më të thjeshtë. Arrin atëherë që se mu kujtua një miku im që ka rrjet restorantesh njohura, nuk i pëlqeu gjatë drekës ton ushqimi, edhe thriti atë shefin e kuzhinës, i tha, ore tha, çam ke kërkuar, ti kam investuar në kuzhinë. Thot, po nuk ka shije, thot, kur hanim ato fasulet e mamas, ne lepinim gishtat. Dhe ai dha një përgjigje epike. O sheva, tha, mama tona, tha, nuk gatonin ushqim, tha, ata gatonin shpirtin, tha, po, për ne. është vërtet. Kështu që shpëtoj. Është vërtet, por faktikisht pjesa profesionale, sepse me këtë do ta lidh, është brenda pra njerëzit që duhet punojnë, duhet t'japin shpirtin. Duhet ta duan profesionin, duhet ta duan dentistrin, duhet ta duan pacientin që kanë përballë, ta shohin si një njeri i cili ka besuar atyre shëndetin dhe jo një numër. I gjithë udhtimi i njerëzve që kanë projekte dhe realizojnë projekte dhe arrin sukses, ka 2 pika të pashmangshme. Vizioni fillestar i fillimit dhe pika në horizont që i ka caktuar vetes për të mbërrit. Ku jemi me këto të dyja? Unë i ndaj në 5 vjeçar këtë gjë, ndoshta edhe nga e kaluara. Jo, por edhe në biznesin perëndimor kështu ndan, në 5 deri në 10 vjet. Unë 5 vjeçarin Ciklet. e mbyllur të ciklit që mbyllur në 2025-ën, isha brenda gjithë parashikimeve, hapja e re e klinikës në Lakeview Residence, një investim goxha modern, shumë avangard. Për mua, unë vetëm në filmat e Hollywoodit e kam parë atë. Faleminderit. Po të çosh dikë që nuk e di, t'ja mbyllësh sytë e ta hedhësh aty, dhe të hapësh sytë, ai nuk e beson që është në Shqipëri. Shumë faleminderit. Është derë dashuri e madhe shumë atje. Është tamam siç thanë që nëna ditë gatuar me dashuri. Po, me shpirt. Ajo gjëja me shpirt, ajo gjëja aty ka shpirtin tim brenda në çdo detaj. Kështu që ato që më njohin, kur bën atë xhiron atje, kuptojnë që jam unë në të gjitha sekuencat e asaj gjës atje. Po. Dhe dua të them që viti 2025 u mbyll me ndërtimin e klinikës re. Tani horizontin e kemi 2030-ën, rrugtimin e kemi të qartë, po punojmë fort për atij rrugtimit. Ai rrugtim është i predispozuar të jetë suksesshëm sepse vazhdojmë të ruajmë dhe të mbajmë ingredientët, çelësat e suksesit, i dimni kemi përpara dhe nuk lëm asnjë pa duke neglizhuar. Pra jemi gjithmonë në fokus. Suksesi i madh ecën për krah edhe me rrezikun e madh, me riskun, i themi ne. Risku më i madh, rreziku më i madh që e kaluar. Shiko, rreziku nuk ka kaluar asnjëherë. Unë kam një teori që kur je i vogël dhe rrëzohesh, vritesh pak. Po nëse do të biesh nga karrikja, dëmton pak gjurin. Nëse ke shkuar në katin e 50 dhe bie, bësh copash. Dhe duhet që të jemi shumë të matur, mos bëjmë asnjë gabim, që pikërisht mos ndodhi kjo. Dhe unë kam përgjegjësinë edhe një stafi shumë të madh dhe i them edhe stafit dhe familjes që nëse gaboni ju, e ndreq unë. Nëse gaboj unë, është problemi i madh pastaj se kush do ta ndreqë këtë pjesë. Prandaj kjo të kushton jashtëzakonisht shumë substancë, të kushton jashtë masë shumë
nga koha jote, nga dedikimet e tuaja, unë pothuajse kam harruar shoqërinë, shokët e mi nuk më llogarisin më në dregat ose në dargat që bëjnë, sepse dregave unë zakonisht nuk jam, dargave jam i lodhur, kështu që kjo ka koston e vet. Jam në një kohë e dedikuar dhe pas familjes, pra është e pamundur një njeri suksesshëm të ketë kohë për gjithë gjërat e tjera. Unë nuk njoh njeri që ngrihet nga gjumi në orën 9:10 edhe shkon në orën 2 në shtëpi edhe të jetë i suksesshëm. Vetëm nëse ka lindur është fëmia e një miliarderi, ndoshta, por ai që del punon, dhe këtu më ndjekin shumë njerëz që juve keni shikues në emisionin tuaj, do më japin drejt, është e pamundur. Po, ashtu siç një filozof thotë që nuk kam takuar kur deri më sot një burr që ngrihet që herët në mëngjes në 1 janar dhe punon çdo ditë deri në darkë, deri në 31 dhjetor dhe të mos e ketë bërë të lumtur familjen e tij. Kjo është vërtet, sepse puna është ajo që të jep frutet, edhe gjithë begatisë familjare bën njëkohësisht të mësosh dhe familjen që dhe ata duhet ndjekin punën. Kur e kuptova që po bëj një markë dhe jo një biznes? Do si do. E kam kuptuar në momentin që pasaparola ose word of mouth, si thuhet ajo, është referencat që jepnin njerëzit, ishin shumë të mëdha, të kalonin numrin e normal të vizitës së një biznesi. Dhe aty e kuptova që kjo është bërë një brand, është bërë një emër që të cilët njerëzit e flasin, e referojnë, edhe numri i jashtëzakonshëm pacientëve që kemi bërë dhe referencave që ato japin, është ajo pikërisht që kuptuam që ne kemi arritur aty ku duhet, sepse një brand nuk është thjesht të bësh një brand awareness duke bërë një logo të bukur ose duke hedhur disa lek në media. Dhe mund të kesh një dështim spektakolar nëse bën këtë. Ti duhet ti përgjigjesh njerëzve që fton, ti gatuash mirë me që more atë, se ti mund ta mbushësh restorantin me 200 njerëz, por po nuk patë vend ku i ul. Pra, shërbimi të mungon dhe kuzhina e mirë. Dhe nuk kthehet prapë me 4 pllaka, gjithë që janë atje do thoshin na vunu ushqimin, na erdhi ftohtë, shërbimin cop. Pra nuk ka vlerë, duhet të jenë gjërat perfekt që kjo gjëra të funksionojë. Çfarë nuk shohin njerëzit prapa suksesit? Prapa suksesit, ajo që nuk shohin nga jashtë është se ky sukses ka kostot e veta. Ka kostot që janë kosto familjare, janë kosto kohe, janë kosto fizike, njerëzit që punojnë. Stresi është permanent edhe duhet të ketë njerëz që të dinë që të menaxhojnë stresin, dinë të menaxhojnë atë post suksesin e tyre, presionin. Kemi njerëz që pritshmëritë e larta. Po, janë të gjitha, por ka dhe njerëz që nuk dinë të menaxhojnë pastaj paran që i vjen si fruti i pasojë. Ka shumë njerëz që kanë të shtuar në familje, ka çifte të ndara. Pikërisht pas arritjes së suksesi kur bashorti ose bashortja ka arritur të jetë në nivele shumë të larta. Nëse neve dështojmë ke familja dhe jemi të suksesshëm, kemi dështuar gjithandej. Po, sepse edhe ajo nuk quhet sukses. Trekëndshi i jetës është shëndeti, familja e ngushtë dhe puna. Pikërisht. Po s'qen të tre në harmoni. I Zoti thoshte i madh është ai që i bën gjitha. Çfarë do të thotë të jesh cell? Të jesh cell është një përgjegjësi shumë e madhe. Sepse ti nuk punon më vetëm për veten tënde, po ti ke edhe një armëri shumë të madhe njerëzish, të cilët duhet të ndjekin ty në drejtimin tënd, sepse ato të kanë besuar profesionizmin e vet, edhe emrin e tyre, edhe karrierën, dhe gjithçka tjetër, por mbi të gjitha CEO është figurë që duhet t'i lejojë dhe t'i japi respekt punonjësit, që çdo ditë që shkon atje të shihet si njëri për cilin ata punojnë me kënaqësi. Se ndryshe, nëse nuk e duan drejtuesin e biznesit, klinikës ose çdo lloj institucioni qofshin ato tërmarrje, fabrike etj, puna bëhet përgjysmë. Fillojnë problemet e tjera dhe krijohet një lloj fryme e cila nuk e çon kompaninë, nuk e çon biznesin përpara. Prandaj CEO-ja është shumë i rëndësishëm për të qenë lider dhe unë dua që ta klasifikoj veten ke ato liderat që tërheqin me litar gjithë grupin e punonjësve dhe nuk bëj pjesë ke drejtuesit që jam i ulur këtu dhe ata më tërheqin mua. Vendimi më i vështirë që ke marrë. Ne kemi pasur laboratorin veç dhe klinikën veç. Dhe bashkëshortja ime punonte
drejtonte laboratorin, unë klinikën. Në momenti që duhet të t'i bashkoja bashk të dyja, qofse të telefonën Do të bëhe klinikës, edhe shefi grus. ishte momenti i vështirë shumë, sepse momentet e tjera vështirë nuk do të tregoj, por kjo është e vështirë shumë. Nuk është e lehtë të punosh në bashkëshortën, por është një pasurim i jashtëzakonshëm për punën. Ndërsa në aspektin personal është pak i vështirë, sepse duhet të jesh strikt edhe të ndash punën nga bashkëshortia. Unë kam dhe vajzën, ato në punë të rasin shefi, nuk doll të njëherë që vajzën të thotë babi, kur ke puna. E kam dëgjuar vetë se Po. ti e të rritë që shtype atë, Po. edhe hyri brenda, tha, po shefi, Po. edhe pastaj Kur? hajde ta goj çik një shokun e babit, edhe. Okej, mirë. Tja aty ishte kuptova. tjetër marrëdhënie pastaj. Po edhe Jo, po, kur erdhi, Pikërisht pra. do të thënë unë thash një nga punojnësit, Jo, po kur jo. e thet ti pastaj. Po, është e aty vërtetë. kuptoj që ishte vajza. Kjo gjëja dhe kjo është e vërtetë. duhet t'i japi atyre dhe shumë përgjegjësi. Të kuptojnë që ato duhet punojnë njësoj, madje më shumë se sa tjerët, dhe nuk duhet të abuzojnë në asnjë kënd që Ti je shefi në kompani, po në shtëpi kush? Gruaja, sepse bollë bëj shefin 8 orë atje, ti le edhe çikë sa ke shtëpi. 6 fëtor, 8 këtej se 8 të flesh do gjuhë. Pastaj ti e di që edhe ata që thonë unë jam shefi i shtëpisë, në fund fare gati marrin vendimet. Po sigurisht. Si ndërtohet një ekip fitues? Shiko, ekipi fitues nuk merret i gatshëm. Ndërtohet me punë, ndërtohet me motivacione, me motivim. Ti duhet flasësh gjithmonë me stafin, duhet i motivosh ato, sepse her pas here edhe kanë një flow në rënje edhe të motivimit, edhe të qasjes të punës, duke qenë se nuk e kanë 100% të vetën, dhe për ta trajtuar si 100% vetën, duhet motivimet. Nga krau tjetër, duhen kushtet e punës të krijohen, dhe gjithashtu materialet, çdo luftëtar duhen armë të mira për të luftuar, ndryshe ai nuk del fitimtar nga lufta. Dhe në fund fare, po jo më pak e rëndësishme, janë trajnimet. Trajnimet që bëhen intern dhe ekstern. Webinars, trajnimet që nxirren jashtë, ose dhe brenda stafit, ku një pjesëtar i ri i stafit, mjek ose laborant ose varet se çka ka ardhur, së fundmi duhet gjithmonë të heci me ritmin e stafit tjetër, ti bëj gjërat ashtu siç bën stafi, sipas protokollit. Në momentin që ti ke vendosur një protokoll pune, çdo person tjetër duhet të ndjekë atë protokollin dhe nuk ka se si gabon, nuk ka se si mos jetë në atë nivel. Por pastaj nëse nuk don, dhe nëse nuk don, është shumë e thjeshtë, duhet të largohet. Çfarë lloj punojësi nuk e don ekip? Nuk dua njërin e keq. Negativitetin. Njerëzit që bëjnë mobbing, njerëzit që flasin pas krave, që krijojnë grupe. Unë jam pro më mirë të marr një njeri të mirë dhe që di pak, por neve e bëjmë profesionistë të mirë që të rrugës, dhe sa të marr një pseudo dhe që bën problematikat. Unë jam gjithmonë kundër grupimeve, frymave negative në punë, sepse ato helmojnë dhe prishin të gjithë ato që ti ke ndërtuar deri atë ditë. Pra, në pak fjalë, vi njëri të mirë, mund të ndërtojmë një profesionist të shkëlqyer. Po, kjo është e vërtet. Edhe unë me këtë filozofi jam. Po varaj me shokën edhe. Çfarë vendi zë prona në filozofinë tënde të biznesit? Shumë të rëndësishëm. Prona është diçka që tjetër është gonë. Paran jo. Prona është diçka që ti njësohesh dhe matesh, dhe është diçka që rritet gjithmonë në vlerë. E çfarë do lloj qoftë kjo lloj prone? Qoftë se është një pronë tokë, qoftë se është një pronë në ndërtim, do janë gjithmonë në rritje. Dhe vlerësimi për pronën është një vlerësim maksimal, sepse asnjë aset financiar nuk ka vlerë nëse ky nuk kthehet në një pronë. Dhe prona është pastaj e shumëfisht, varet se çfarë property ti ke. Pse zgjidhni të investoni në një pronë dhe jo diku tjetër? Shiko, pra, ke një pronë të caktuar që ke investuar dhe jo ke 2-3 tjera, ndoshta. Ka gjithmonë një vlerësim nga ana e jonë, personalisht, por neve bëjmë të zgjuarin duke marrë edhe konsulencë të mirë, dhe unë prona nuk i kam blerë duke trokitur për dyer. Unë kam një agent kompani imobiliar, i
i cili është më i përgatitur se unë në këtë aspekt. Dhe ai është një konsultor, është një këshillues i mirë imi. Dhe pasi më rendit dhe arsyet pse duhet të bëj investimin ke kjo pronë më shumë se sa ke një pronë tjetër, krijohet edhe bindja ime sepse edhe unë fusë logjikën time dhe gjithë parametrat e tjerë që unë kam dhe zotroj për të pasur një argumentim logjik mbi këtë që më është propozuar, dhe vendimarrja shumë e thjeshtë. Two heads are better than one, dy mendje më mirë se një. Që unë kam menduar për të investuar në mal dhe Bregdeti për momentin është ai që jep më shumë dhe krijon rritje të vlerës pronës, automatikisht të shkoj të bëj investime në Bregdet. Kjo është tregues sepse je i suksesshëm, sepse në industrinë e real estate-it, ku unë po mbush gati 2 vjet që jam i përfshirë me kohë plot, nga që pronat janë bërë sport popullor dhe në 10 tavolina 9 do të dëgjosh që flasin për pronat, rrallë kanë këtë mentalitet që të vinë dhe të flasin me profesionistë, që të japin argument, por edhe kur vinë, kur nuk dëgjojnë atë që duan ata të dëgjojnë, ikin edhe nuk e marrin konsiderat. Dhe shumë më vonë fatkeqësisht kupton që 99% e tyre dështojnë. Unë për fatin e mirë e kam kuptuar këtë ndryshe dhe nuk e bëj asgjë. Unë për fatin e mirë vlerësoj profesionistët dhe them që nëse është për të bërë një punim për një branding dhe më duhet një graphic designer, nuk jam unë ai që është garabis, por do të marr një grup të caktuar të cilët do të përcaktojnë ngjyrat, relievin, formën, ndriçimin dhe gjithçka tjetër që kjo gjë duhet të ketë. Gjithmonë më shumë po e kuptojnë dhe uroj që të kenë dëgjuar ata që duhet të ecin në gjurmën e njeriu të suksesshëm që e ka bërë vetë këtë gjë. Ka një shprehje që ja atribuojnë Donald Trumpit, por në fakt nuk është originale Donald Trumpit për real estate-in që lokacione. Jo, s'është Donald Trumpit. Jo. Po, dhe është lokacioni kaq i rëndësishëm? Mendoj që me që unë e kam dëgjuar këtë nga profesori im, mendoj që po. Edhe ai thoshte location. Madje ai shtonte thoshte shkallë poshtë, shkallë lartë, po e kishte për një biznes të caktuar, nuk duhet të jetë. Ka diferencë në çmime. Por që lokacioni është shumë i rëndësishëm. Cili është investimi më i mirë që keni bërë? Ai që kam blerë ke Juve. Po gabimi më i madh që ke bërë, që s'ja fal vetë tu, si se bërë? Ai që nuk bleva këtu dhe bleva diku tjetër. A është prona ende investimi më i sigurt në Shqipëri? Për momentin po, edhe nuk besoj vetëm Shqipëri, por gjithandej. Unë kujtohet një herë kam qenë në Maltë para shumë viteve, para se Malta të hynte në Bashkimin Evropian dhe kur përshkaku atje njerëzit që ishin bashkë mua në tavolinë na sugjeroi që të blinim prona sa më shpejt para se Malta të hyjë në BE. Jemi ne në këtë stad tani? Ne jemi, edhe është kohë e dur për të investuar pikërisht në pasuritë patundshme, sepse vlera e tyre, sidomos në Bregdet, do të 3, 4, 5 fishohet. A mund të arrijë ndikimi i një sipërmarrësi të suksesshëm deri në atë pikë sa të ndikojë sadopak në rritjen e cilësisë së jetës së qytetit? Patjetër, unë personalisht jam shumë krenar që në aktivitetin tim, përveç numrit të punonjësve që është shumë që punojnë tek neve, jam i lumtur sepse me anë të unë jam një nga pionerët e turizmit dëntar, që quhet rëndom, është fjalë shumë tuar për mua kjo, po okay, quhem rëndomt. Ne kemi filluar në krye të herës të sidhëm italian, shumë pak klinika, 4-5 klinika gjithsej të mëdha në emër ishin dhe ato pjesë e këtij rrugtimi. Dhe në fund, sot, që vinë pafundësisht shumë të huaj, edhe në atë klinikën tonë, spitalin tonë, shohim që e gjithë zona aty përreth ka ndikim të drejt për drejt, që nga Airbnb-t, taksistët, baret, lokalet, restorantet, hotelet, ai që shet lule, çdo gjë është përfshirë, sepse kjo është një mikroekonomi e lulëzuar vetëm nga kjo gjëja. Pra, neve indirekt rrisim dhe numrin e të huajve që vinë në Shqipëri, automatikisht ndikojmë dhe në turizmin tjetër, pra ai që vjen për të bërë dhëmbët, i pëlqen, heq atë fobin për Shqipërinë ose çfarë mund të ketë pas ai, ato pra gjykimet, stereotipet. Po nga gjitha, edhe vetëm kur e shef që herën tjetër
vjen për të bërë një shërbim që bëhet çdo 4-6 muaj e tjerë, dhe e shef që vjen me dhëndrin, Si edhe të tjerë. gocën, gruan, po, dhe bëjnë pushime, dhe thonë, kemi ardhur, dorim në Tiranë 2 net, dhe 2-3 të shkojmë në Vlorë, për shumë. Çfarë përgjegjësie ka një investitor ndaj qytetit ku ai investon? Së pari duhet të, mendoj unë, së pari duhet të jetë në përputhshmëri të plot me ekosistemin përgjithësi, pra duhet të ndërtoj ose të bëj gjëra që ose nuk është në fushën e ndërtimit, të cilat më shumë i sjellin përfitim jo vetëm atyre që janë pjesë e këtij biznesi, por edhe atyre që janë përreth këtij biznesi. E dyta, mendoj përfitimet janë edhe në nivelin e rritjes dhe shtimit taksave, pra një biznes i suksesshëm derdh më shumë taksa në arkën e shtetit, derdh më shumë në arkën e sigurimit shoqërore, sepse nuk ka 2 të punësuar, por ka 50, dhe aty natyrisht që ndikimi është shumë më i madh. Edhe për pensionet, pra janë të gjitha të lidhura zinxhir, një sipërmarrës i suksesshëm ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në të gjitha fushat që ai prek ose ato e prekin. Çfarë do doni të ndryshon në Tiranë? Në Tiranë, kjo është pyetja me spec. Ja, Kjo është pyetja me spec spec. është po jo djeks. Jo, kjo është pyetja me spec. Shiko, unë do kisha pas dëshirë ndoshta që të bëja disa ndryshime që janë dukshëm për të bërë e mundur, Për shembull, tre ndryshime që duhen bërë patjetër. Sistemin e pastrimit, sistemin e qarkullimit dhe sistemin shkollor, oraret e tjerë, sepse neve kemi çu fëmijë, edhe çojnë shumë njerëz fëmijë që janë klasë 2, në orën 3 masditët në shkollë, i morin në orën 7 darkës, në kupton, kjo është çik problematike për arsye se koncentrimi i një fëmije, prandaj janë bërë dhe shkollat në mëngjes, e kanë maksimalisht nga ora 7:30 deri në orën 11. E studiuar shkencërisht. Kështu që tërkesa e një fëmije të fillojë shkollën në orën 3-4 masditës, për mua është e gabuar. Si do doni ta shihni Tiranën pas 20 vjetësh? Si vjenën para 20 vjetësh, ose 30. Si arritet tek ekskluzivitetet e prodhuesve të implanteve ndërkombëtare, të implanteve dentare? Kjo është çik okej, përveç të tjerave, unë flas shumë gjuhë tuaja. Sa? Pothuajse flas shumë, pra në 5. Bipet. Po. Je si ai japonezi i TikTokut. Dhe Victor Hugo ka thënë që ariun mundën ta zbusnin me mjalt, ndërsa doktorin me latinishte. Po i fole njeriu gjuhën që ai kupton, më së miri, e ke fituar atë. Kur 3 konkurrentë shkojnë dhe të takojnë një kompani në Gjermani, njëri flet me shenja, tjetri ka marrë një me vete që flet pak anglisht dhe unë flas gjuhën atij, e kam shumë të thjeshtë Çunë tezës me vetë. për ta bindur, për ta bindur, për ta marrë. Janë. Pastaj ata vinë, shohin ambientin, Po sigurisht. shohin vendin ku jeni etj. Nuk është se tuajt janë kështu që besojnë dashuri me shikim të parë. Sidomos gjermanët, jo. Por është një shprehje që kanë britanike që thonë nuk do kesh asnjëherë një mundësi të dytë për të bërë një përshtypje të parë. Është vërtet. Dhe pikërisht për këtë arsye ti duhet që ta masësh shumë mirë one time shot. Kjo një herë ke drejtën. Po. Ai nuk të, sidomos po vendet e Europës qendrore, Zvicër, Austri, Gjermani, që shansi i dytë është nuk ekziston. Çfarë kanë përfituar profesionistët shqiptarë nga ky bashkëpunim? Bashkëpunimi me Nga sjellja ekskluzive po këtyre markave, implanteve. Shiko, jo në implante, ne kemi edhe gjëra të tjera që i tjera, kemi çka marrë keni ju? atje. Që janë? Shiko, është precizioni, është cilësia, garancia, standardi. Kto janë, shiko, në Gjermani thotë i shoku im, mos merr grua, sepse nuk janë shumë bukura, ama pajisjet merr atje se i ke perfekte. Kështu që un kam shkuar kur nga marr nga Tirana, vajta dhe kam marr vetëm pajisje dhe gjëra, kështu që Çfarë duhet të bëj një biznes shqiptar? E prek e pak, po e dua pak më strukturuar për të fituar besimin e partnerëve ndërkombëtar,
aq më tepër të atyre që janë dhe markat të rëndësishme? Shiko, nuk është një, janë shumë. Janë shumë arsye, janë shumë faktorë. Disa për tyre. Shiko, ata të vlerësojnë që nga mënyra si ti prezentohesh, si ti jep dorën aty, si ulesh në tavolinë, si qëndron, sa shumë flet, sa gjatë flet, sa ngadalë flet. Të pyesin se çfarë dhe si ke arritur këto gjërat. Por natyrisht që vlen shumë edhe backgroundi që ti ke, vlen shumë dhe rezultatet që ti ke, për të krijuar një partner të mirë sot në Europë është e vështirë, sepse ata duan një partner, ju thatë markat, apo jo. Ata të shohin që duhet të jesh në një nivel me ata, nuk pavarësisht se një vend tjetër. Si lindi ideja e licencës? Ose e bukur është kjo tash. Po Elixens ka marrë gjithë dashurinë time, sepse Elixens ka filluar nga mua personalisht. Ndjeja për kohë që kisha ca probleme, vizitohesha dhe nuk më rezultonin kjo miksia konservative, nuk më binte këto gjëra dhe rastisht me një mjeke shumë të mirë të huaj, që kishte një qasje tjetër ndaj mjekësisë, pra nuk ishte kjo mjekësia konservative, po ishte ndryshe. Arrita të kuptoj që ato që unë dyshoja që nuk janë në rregull dhe më dilshin në rregull, me të vërtet nuk ishin në rregull. E gjuha e trupit që ti lexoje. Ajo gjuha e trupit që lexoja unë, dhe kur shokët, kolegët, miqtë e mi të mirë më përcjellnin pas vizitave kardiake, thoshin s'ke asgjë gjë, je shumë mirë, ose Tiranë që je tull fare, je i fiksum ke menja, Ecë robo, ule stresin, din ke çik darke, po unë e kuptosh që si këto. Dhe kuptova që unë jam homozigot me 2 alele, pas analizave të thella që kam bërë mbrapa. Dhe kuptova që për të qenë i shëndetshëm, duhet të ndiqej një rrugë komplet tjetër, sepse mjekësia e zakonshme nuk ka asnjë kur për këtë gjë. Dhe filloj nga vetja, filloj me ato bioinfusion, me ibun që unë e zbulova në Amerikë për herë të parë, sepse vetëm atje bëhet dhe në Dubai, por bëhet në Tel Aviv, po aso kohë unë... Mund të ja shpjegojmë pak më thjesht njerëzve? Çfarë bëhet fjalë? Ibu është, e thënë kështu, popullorëshe, që ta kuptojnë, është pastrimi i plot, i thellë i gjakut. Ka vetëm një mënyrë për të pastruar gjakun, është vetëm ibu. Gjaku del nga një ven e krahut të majt, e krahut të zemrës, shkon në një pajisje shumë inteligjente, është filtri, aty kalon disa procese, pastrohet, filtrohet, ozonizohet, kalon disa procese ozonimi, pastaj bëhet oksigjenimi i gjakut dhe më pas rikthehet në trup përsëri në venën tjetër, në krahun e djathtë, i pastër. Kjo është një procedurë që zgjat 60 minuta dhe është një procedurë që ka vetëm benefite dhe 0 efekte anësore. 0. Kjo hyn tek ajo ëndra e përjetshme e njerëzimit për përjetësinë, po themi, në kuptimin e zgjatjes. Vetëm kjo jo. Janë një kompleksitor që është një nga elementet. Elixen, ky është një element shumë i rëndësishëm, sepse nuk ka asnjë formë tjetër që ti mund pastrosh gjakun. Nga toksinat, nga metalet e rënda, nga inflamacioni kronik, nga mikroplastik, e nga shumë gjëra të tjera. Atyre që janë konspiracionist, çfarë do i thuash? Të teorive konspiracionit. Po ata duhet të vlerësojnë jetën, edhe duhet të vinë të aprovojnë vetë atë gjën, sepse është për të mirën e tyre. Çfarë problemi synon të zgjidhi në tërsinë e vet? Shiko, unë personalisht kam hequr brain fog, kam rritur përqendrimin shumë, kam ulur në nivel shumë të ndjeshëm me anë të gjithë këtyre trajtimeve që unë kam bërë të Hashimoto's. Kur shkon ke një mjek i zakonshëm, dënojnë natyrisht japin mjekim për tiroidin, i cili është një organ që nuk ka faj fare në këtë gjë, dhe po dasin aty, ndoshta vlerat ulen, por problemi është, nuk ka asnjë. Dhe unë kam pas Hashimoto 398 dhe kam çuar 40 Fredi për momentin, kam edhe
nga 20 pikë për të zbritur, ke Andi të Poja dhe Sa zgjat ky cikël? tashi varet nga patologji që kanë njerëzit. Minimalja që kërkohet të bëhet është 2-3 seanca, 4 është më mirë, 6 është perfektja. Unë kam bërë 8. Edhe në çdo 5 muaj, 6 muaj, bëj, tashi e kam radhën për të bërë një rifreskim, sepse neve i ngjajmë shumtuar ta themi këtë, po neve ngjajmë si një kosh plerash, kështu që kur je fëmijë e ke të mbushur shumë pak, pastaj kalojnë vitet ti mbushesh më tepër dhe gjithë ambienti, ushqimet, sa ato na bëjnë më shumë. Është i shtrenjtë ky cikli? Do ta themi kështu, për shëndetin asnjëherë nuk duhet të kursehemi. Nuk është i shtrenjtë, është affordable, njerëzit që kanë një punë dhe që kujdesen për shëndetin mund ta bëjnë pa problem. Disa njerëz që e kanë edhe mundësinë financiare nga Shqipëria shkojnë deri në Kinë për këtë gjë. Shkojnë Kinë sepse ndoshta neve nuk kemi deri tani ne nuk kemi bërë asnjë marketing për këtë gjë. Kemi qenë në një proces të mirë studiuar të kolaudimit, të rregullimit të gjërave, të perfeksionimit të gjërave. Unë kam mjek të uaj sepse nuk merrem unë me këtë gjë. Unë nuk jam mjek i përgjithshëm, dhe s'kam lidhje fare me këtë. Bëjnë mjek të tjerë, ne kemi mjek italian, shqiptar që janë të trajnuar, jashtë të specializuar dhe që ndjekin protokollet e duhura, se do mendoja po flas unë tash nga pjesa dentistrisë, kjo gjëja tjetër, por nuk ka lidhje, nuk merrem unë jam thjesht pjesë e drejtimit të kësaj gjës dhe jam edhe pacient vet. Fredi kam parë benefite të jashtëzakonshme. Se po na tundon, dhe unë do të të ftoj këtu në studion tënde të vish, të bësh procedurën dhe protokollin, sepse do më falenderosh 100 herë. Ndihesh komplet tjetër, unë ndihem komplet tjetër. Edhe e rekomandoj. Unë duhet ndihem ky që jam, po jo, unë nuk kam ndryshuar as në karakter, as në se mos ta ke kuptosh. Jo. Jo, mos ta ke kuptojnë ata gjëra të tjera. Më vital. Prandaj të ngacmoj. Jo, do ndihesh më vital. Sa vjet më i ri ndihesh? Po mosha biologjike është e matshme, në bazë të parametrave që ti vlerëson pas gjithë trajtimeve, sepse nuk është vetëm IBU. Kur bën këtë, për shembull Ronaldo është 41 vjeç, por ka strukturën e trupit për 25-26 vjeçar. Do të them për veten time. Kur kam mbaruar Covidin, kalova shumë keq. Bëra ca analiza dhe ca dhëna, sa ishte mosha ime biologjike. Isha 74 vjeç. Edhe trupi i rënuar nga gjithë drejtimet. Ndërkohë sot parametrat më tregojnë shumë mirë, disa se janë 4-5 është tylla që matën, por mesatarja është ke 40. Zemra është për momentin ai që ishte pika më e dobët dhe pika më e fortë tani. Pra, je rikthyer në rininë e pleqërisë. Jam rikthyer në rininë apo në pleqërinë e rinisë. Në rininë e dytë, në pranverën e dytë, po e themi, dhe po e shijoj këtë sepse të thashtë një herë. Që nga memoria, që nga fokusimi, që nga përqendrimi, që nga gjitha. Pse mendove që ky projekt është i rëndësishëm për t'u sjellë në Shqipëri? Shiko, faktikisht unë nuk e kam sjellë për ta bërë këtë, sepse neve kemi core business, kemi diçka tjetër. Kjo është bërë një radhë parë për të qenë mirë neve, familjet tana, miqtë tanë, edhe ata që i besojnë. Nëse ka njerëz që mund të jenë skeptik, le të mbajnë skepticizmin, ta gëzojnë atë, edhe nuk është kjo fare, këtu nuk ka lidhje me business. Business është në tërësi. Elixsense ka shumë gjëra brenda që janë a mund të jem unë atë që di unë ta bëjmë pak publik, që ta ushqejmë këtë bisedën? Po, patjetër. Atëherë, problemi i piksjes gjakut. Problemi i piksjes gjakut vjen COVID, spike protein është një nga ato që është dhe mikskatari i këtyre. Por edhe problematikat e tjera që njerëzit kanë nëpërmjet shumë proceseve të tjera që kalojnë, krijojnë piksje të gjakut. Unë, nëse ti të don të dëgjosh, besoj që atë që ke parë. Jo, nëse do ta ndash histori, ajo nxjerr blood clots që ti gjithë to pikset e gjakut që i kanë qarkullim, të cilat nesër bashkohen dhe mund të japin edhe arreste kardiake, emboli pulmonare,
e tjerë, se duhet të nëse janë gjëra shumë shëmtuara këto që janë me pasojë vdekjen. Sot shqiponi më shumë gjojmë që njerëz dje, jo më shumë, na ka ndruar jetë një kujon, 52 vjeç, pa asnjë lloj simptome, pa asnjë lloj smundje, arrest kardiak. Edhe njëri i palestrum. I palestrum, bënte çdo gjë siç duhet, por këto gjëra nuk kanë ndikim nga palestra. Këto gjëra vazhdojnë atë rrugtimin e vet dhe fatkeqësisht është kështu. Blat kloc këto pikset e gjakut, kërë informacionet e tyre dhe pastaj bëjnë atë që quhet. A ke pasur një moment ku realisht je ndjeri rrezikuar në shëndet? Për atë kohë që unë kërkoja të kuptoja se çfarë kam, ndjeja që nuk isha mirë. Edhe e ndjeja sepse njeriu e ndjen veten. Është e kohë, domethënë, po je i vëmendshëm. Po. Dhe njeriu duhet të jetë i vëmendshëm gjithmonë tek Duhet të jetë mjeku vetvete, duhet njohë gjuhën në trupit duhet vet. kuptoj që diçka nuk shkon. Edhe ti atë e kupton shumë kollaj. Mjafton që në ky moment të bësh 3 ditë reflektim, dhe të kuptosh të harrosh të gjën, dhe të kuptosh si funksionon trupi jot. Dhe në momentin që ti nuk merresh më vetëm me këtë, por kujdesesh të shohësh një herë se si je, nga mëngjesi deri në mbrëmje, se si e bën gjumin, si e ke frymarrjen, rrafet e zemrës, edhe gjithçka tjetër, ka shumë faktorë që si ju ndryshoi ju kjo përvojë? Fredi, unë ka ndryshu jetën, Fredi. Unë kam rinlind. Tash shiko, i pavdekshëm nuk jam dhe nuk do bëjmë, dhe unë do vdes i dite. Por Putini me presidentin kinez bëni bisedë për 150 vite. Shiko, sot është e mundshme. Sot është shumë e mundur për të arritur 100, 120, 140 sot që flasim. Është me generation, me breza. Breza që kanë litur në vitet 80, do jetojnë më gjatë, dhe ato në 90 akoma më gjatë, sepse kështu është edhe e gjithë evolucioni, po e them fiziologjik i njerëzimit, po. Por për kujdesi që ato mund bëjnë në mënyrë periodike, njerëzit që kanë problematika, e them tash si mik i të gjithë atyre që na ndjekin, duhet që patjetër të reflektojnë një herë si janë me trupin e vet dhe të bëjnë ca analiza drejt e haje. Si ndryshoi jeta jote pasaj? Familja, vetja, shoqëria, puna? Unë jam më i fokusuar tek puna, jo më aq i prekupuar për shëndetin. Nga ana e energjisë ndihem shumë më mirë, pra arrit të drejtoj shumë njerëz të jem në ata që më njohin e din këtë, nëse edhe stafi do më ndjek dhe më ndjek e din që unë mendoj njëkohësisht çfarë bëjnë dhe çfarë duhet bënin dhe a mbyllën apo s'e mbyllën dhe 30 vjet atjerë. Pra i ndjek çdo detaj, jo vetëm punës time, po bëj edhe këtë xhiron e 7 kishave atje për të kuptuar që çfarë po ndodh. Nuk e kam pasur më parë. Këtë kishte momente që Fredi më kishte rënë një porosi e harrova, quheshe memory loss, ajo, ose quhet humbje e memorjes. Nuk është me moshën, është me problematikën, nuk ka lidhje memoria me moshën. Mosha reflekton pikërisht. Po ne ja ngjeshim gjithmonë moshën. Jo, s'ka lidhje fare. Gjitha gjërat. Nuk ka lidhje. Edhe brain fog, ajo turbullira që ti ke, që je gjatë kohës, janë të gjitha të lidhura. Pjesa e trupit ty të jep shenja se çdo njeri e din shumë mirë që se si mblet kuptoj që do kesh një tjetër ndërhyrje. Një tjetër seancë. Si e pret? Sa më si e pres, më thënë drejtën, sepse është një boost për mua. Le të fokusohemi 2-3 minuta tek mentor Zeqa. Çfarë të motivon mëngjes kur del nga shtëpia? Qëllimet e ditës, programet e javës, pra e gjithë ai plani që the ti, se çfarë neve duhet bëjmë. Më motivon për arsye se dal dhe shkoj në punë. Shkoj në punë si tjerët, punoj njësoj ose më shumë se tjerët, për të punuar për vete, për të punuar edhe për të tjerët, për të çuar ato më lart dhe egoja profesionale, që të jemi gjithmonë avangard. Çfarë të bën në krenar? Më bën krenar mënyra se si njerëzit më qasen, familja më respekton, më bën krenar ajo që kam arritur, më bën krenar çfarë kam investuar dhe çfarë kam lexuar, mësuar, studiuar, prodhuar, konceptuar, planifikuar, të gjitha këto më bën krenar.
por më shumë nga të gjithë, më bën krenar familja ime, vajzat e mia të mrekullueshme, njëra po bëhet mjeke, hidhet këtë vit në vit 4 universitet, edhe tjetra është 16 vjeç. Ato janë krenaria ime, familja ime është krenaria ime. Për çfarë pendohesh? Ne pendohemi çdo ditë për gjëra, Fredi. Kur nuk i bëjmë gjërat ashtu siç i presim, ne pendohemi çdo ditë që nuk ndihmojmë dot ose bëjmë për të tjerët aq shumë sa duhet bënim, sepse ndoshta ndonjëherë edhe ne mund të bëjmë më shumë për të tjerët, Fredi, se çfarë bëjmë, por ndoshta jemi shpesh edhe të kufizuar edhe në kohë, edhe në mundësi, edhe të tjerët kanë një lloj ndrojtje, nuk ta japin atë gjën që të hapen edhe të thonë që shiko, po unë qarku i familjes e tjerë. Kënaqësia është për të ndihmuar gjithmonë familjarët, njerëzit që kemi afër e tjerë. Shiko, krenar të bën çdo telefonat e një miku ku të fton për një kafe, krenar të bën gjithçka që ka lidhje me energjinë e mirë, me frekuencat e mira, dhe unë krenar jam për çdo ditë të konfrontimit tim me gjithë këto gjëra që bëj. Çfarë është suksesi? Varet në çka konversime shohim se çfarë duan njerëzit të jenë suksesshëm. Ka njerëz që mendojnë që suksesi është kur je i pasur. Suksesi është një grup komponentësh. Suksesi është kur familja të vlerëson, punonjësit të vlerësojnë dhe të respektojnë dhe japin shpirtin për ty. Suksesi është kur ti je në gojen e shumë njerëzve, por përfitesh për mirë. Dhe kjo ty të bën njëri suksesshëm, të dashur për të tjerët. Kam dashur gjithmonë, Fred Peza, që kur mos t'jem më, fëmijët e mi, kur ta pyesi dikush se vajzat e kujt jeni, ta thonë me gojen plot dhe me krenarin më të madhe që janë vajzat e mentor Zekjes. Mos t'ken asnjë droje, sepse babai i tyre është punduar të bëjë gjithçka për familjen perfekt dhe për gjithë njerëzit e tjerë. Inshallah do jetosh 150 vjet për të qenë i sigurt që do të jenë gjithmonë krenar për ty. Kjo do të ishte dhe është edhe pasuria më e madhe që unë kam. Investimi më i mirë që ke bërë. Që ka marrë gruan shqiptare. Në mes të një Austria atje me austriake, erdha dhe mora Tirana gruan. Kjo që ishte investim shumë i mirë për mua. Tani jemi aq në mosh sa t'japim edhe në këshill. Çka këshill do jepi një 25 vjeçari sot? Këmbgulja për të arritur gjërat që ato mendojnë, krijimi i një vizioni të plot, pra duhet dinë se ku duhet të shkojnë. Kjo nuk ka lidhje shumë me atë affirmation që ato duhet ta kërkojnë atë gjë, po afirmacioni bëhet me anë të kërkimit, pra ti duhet ta kërkosh suksesin të arrish. Duhet zgjohen mbies, nuk duhet zgjohen në orën 12 drekës. Duhet mos mendojnë se si i ka arrit ai tjetër sukseset, po duhet mendojnë se si do të arrijë unë të jem i suksesshëm, si X ose Y person që ata kanë si figurë, po e themi, të pëlqyer dhe të suksesshme dhe duan të bëhen si një njeri tyre, komshiu ose ai që shef televizor ose ai që shef televizor, rrjetet sociale atë. Dhe ti duhet të lëvizësh këmbët, duhet të lëvizësh mendjen, duhet të lëvizësh duart. Nëse rrin, flen, edhe uji që është uji qelbet fontenin. Kështu që duhet lëvizin njerëzit, po lëvizë mundësit të hapen, horizontet janë, nuk duhet të thush kur punës jo. Gjithçka është energji, gjithçka është probabilitet. Pikërisht. Dhe shfrytëzimi i gjithë mundësive, kur ty t'jepet një mundësi sot, duhet ta përqafosh, ta marrësh atë dhe ta ruash fort, ta duash atë gjën që ta është mundësia. Po nuk e deshe. Sepse po nuk e deshe, ti nuk arrin dot të ke hapi tjetër. Unë kështu i them, unë nuk kam punuar asnjë ditë në jetën time, asnjë sekond, sepse i bëj gjërat me pasion dhe ti po ushtrove pasionin tënd, ti nuk punon. Kështu që shiko, profesioni i bërë me pasion dhe dashuri është një sukses i garantuar. Gjërat që bëhen me dashuri përgjithsisht janë suksesshme. Gatimi, nëse bëhet me dashuri nga anvisat ose nga nënat ose nga bashortët, është një gjë e jashtëzakonshme. Gjithçka që ka dashurinë dhe përkushtimin pas, shpirtin siç e theti për maman e atit kuzhinjerit, është ajo që ty të sjell të gjithë suksesin e kësaj gjës. Ku mungon dashuria dhe pasioni. Dhe pasioni mungon pastaj edhe suksesi dhe gjithçka tjetër. Vendim më rëndësishëm që
duhet marrë një sipërmarrës i ri për të qenë i suksesshëm? Duhet që të këshillohet shumë mirë përpara se të bëj hapat, por duhet të ketë guximin e mendimarrjes për ata që i mendon që është e rëndësishme. Pra, pa e njohuar mendimin e tjetrit, i cili mund të ketë pasur një rrugtim ose një eksperiencë të ngjashme por negative, pra kur dikush thotë që shiko Fredi, neve kemi provuar dhe kjo gjëja nuk funksionon, mos u udhë ti me kokë, kupton? Dhe kjo gjë duhet dëgjuar, por përpos kësaj duhet edhe mendja jote që të funksionojë, pra mos t'jesh i ndikueshëm nga të tjerë, nëse ti je i bindur që ti e bën këtë gjën, e bën Dhe Zoti ta ka dhënë ty. Po, atë. Dhe duhet ta bësh, dhe nuk duhet atë zë, atë ide. Pikërisht, dhe idetë janë ato që krijojnë materie. Paraja ka shumë veti, por ka një mangësi të madhe, ka një defekt. Nuk mendon. Duhet mendoj ai që rrin afër paras, që e kërkon paran, ose që se ka paran. Kur kemi bërë filozofi, ne që jemi diplomuar para 90-s, një nga kritikat që i bëshin filozofëve dekadent, ishte, duket se ishte thënie Feuerbach, që nuk mendohet njësoj si kasole, si kështjell. Dhe jo, njësoj mendohet, në thonin ata pedagogës, ashtu thoshte teksti, por a mendohet njësoj? Tani kuptojmë që pas kam pasur të drejtë. Është e vërtet, sepse paraja bën që t'jesh i lumtur kurse ke, kur të vjen vdekja, dhe i pa lumtur kur e ke dhe kur të vjen vdekja. Baba im thoshte që kur vjen vdekja në lagje dhe shkon ke fukaraj, që i piko çatia, shtëpia s'ka bukë me ëngër, është i mbuluar, ftohtë, i hyn era e ftohtë etj. Ai thotë o Zot, më shqyqy që erdhe se po vuj shumë dhe jam shumë falendërues si po merr. Kurse kur bo 3 shtëpia më tutje që shko ke një pasanik që ka kurse shumë të mira, ai fillon qanë sepse e ke vënë ku do i gjithë gjërat aty. E ke vënë në avion kur ka turbulenca, më shumë dridhen ato të business class. Menojnë ku do i lënë lekët që i kanë qef. Kjo është edhe gjë. Thonë po, se kam thonë se ku jam qef lekët. Si do doja të mbaj mend mentor Zeqja mbas 30-40 vjet? Në aspektin e emisis, duhet të mbajmë mend si një miku mirë. Në aspektin familjar, duhet të mbajmë mend si një bashkëshort i mirë dhe një prind i mirë. Ndërsa në aspektin e biznesit, duhet të mbajmë mend si një biznesmen dok, 100% karat, nga ato që mundësit dhe përballjet nuk e kanë trem asnjëherë dhe sfidat kanë qenë poezi dhe jo frikë për mua. Ka qenë eksperiencat që të rritën. Nëse doni të lini një mesazh për njerëzit që duan të ndërtojnë jetë me kuptim, kush do ishte? Për të ndërtuar jetë me kuptim, gjërat fillojnë që në zanafilla që në fëmijëri. E tha aty e cekët dhe fëmijëria ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Në qoftë se gjërat janë bërë gabim që në fëmijëri, mungon një themel, një bazë shumë e mirë për të mbështetur, për të bërë i suksesshëm ose për të bërë ajo që ti do të bësh. Por është vetëm një bazë që të mungon dhe nuk të thotë që suksesi nuk mund të arrihet. Vetëm se do në qikë më shumë punë, të mposhësh frikrat, të mposhësh emocionet, ose pasigurit, ose traumat, ose gjithçka tjetër, për të arritur aty ku duhet. Zoti ndihmon, suporton njerëzit që punojnë. Jo njerëzit që flenë gjuhë në rrinë. Prandaj thuhet që fati ndihmon më të mirët. Pikërisht dhe kjo është arsyeja. Ai kërkon më shumë fatin, ai që e kërkon. Futbolli që kërkon topin në zonë, ai bë gol. Po ne të fletë gjumë aty nuk Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty për ftesën dhe një herë.
Ka qenë një nga intervistat e mia më të veçanta, Faleminderit. por edhe më të bukura që kam bërë ndonjëherë. Ndër më të bukurat. Nuk dua të Po, se dhe Ingelatri, kolegëve tanë, s'po përmendej. Po ishte shumë e bukur, ishte një, shiko, Fredo, ti ke lindi për këtë gjë. Ti ke një talent jashtëzakonshëm për, nuk e di, për drejtuar emisione, dhe unë vjen shumë keq që nuk të kanë nëpër ekrane më dhe të shohin vetëm kjo, po mu më bëhet qefi unë nuk që kam ti humbur asgjë. e di, më bëhet qefi që ti e shijon të kundërtën e kësaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe nëse doni të bëni të suksesshëm si mentor Zeqa, mbajini pjacën lart njerëz. Mirupafsh.